Jemi rikthyer në spektaklin tuaj. Ka një kohë të gjerë që kemi dashur ta kemi mysafir. Një poet të ri, një tekst shkruas, mund të themi edhe një kompozitor natyrshik. Do të vinë në vazhdim zonja zotëri, për ju, për ne, për të gjithë, zotëri Petrit Cefaj. Petrit Misero. Nisi u gjej, faleminderit për ftesën edhe po nina i privilegju me konë në këtë emision kaq dashur për publikun. Kështu si region për nga ki rënjen jenë në mes të Gjakovës edhe Pejës, kështu në bashkë në mes Dugagjinit. Unë jam i Novosellës, fshatit Novosellë të Pejës. Po. Se këtë kush kështu i veshur në edhe me petrol kompaninu për panaj tendencë, para qëllim kështu para. Shlirë. Petrit, juve tani më jeni bërë emrin njohur në botën e muzikës, sidomos. Keni shkruar tekste pa fond, poezi, edhe se ka një diçka, shpeshtojnë, se poezi, po poezia në realitet në përkthim i vjen këngë. Po jo çdo poezi mund të bëhet këngë, por është këngë e shpirtit, kështu një. Edhe ju për vite, tash të fundit, se jeni shumë i ri me moshë, keni shkruar për plot tekste, për plot artist, por një pasion i lindur herët? Unë ja kom nisë me shkru poezi shumë i vogël, për shefe, tani në shkollë, dhe më thonë mi kam botu, jë më konë në shkollë, një smajtë se majlë. Që aty ja ka nisë... Në Prishtinë? Po, në Prishtinë, po. Pse, keno i pedigre familjare? Kanë shkruar para teje? Apo në shtëpinë tuaj ka dominu në prezencë libri, biblioteke, kështu? Me tregu drejt, nuk e di kështu kam ka ardhë qaj e inspirimi ose ideja për me shkru. Ogja e më konë shkrimtar, Bajram Sejfa i ndjere, ka qenë shkrimtar, ka pas shumë libra, normal që mundet me konë edhe ajo ndikem. E ke pas një idhulli? Po. Edhe gjithmonë kemi diskutu për libra, për letërsi, u konë ajo dashuria për letërsi. Njërin nga emrat absolutisht shëndritës në letërsin shqiptare, edhe në botën televizive shqiptare, një kokë që më katë se kemi më, por që na mujna me i bon veç homazh me duar të rëkike për ju. Po, dhe me thonë, po pasioni për shkrimin e teksteve të këngëve, si të lindi, si qështësiri, si fëmi, e mendoje është mirë të shkruaj tekste për këngëtar, apo ke provu me këndu, apo si erdhe? Unë me të kallëzu drejt, do më thonë, nuk e kum prit në fillem, absolut. Që kom e shkru tekste për këngëtar tjerë, ja kom njës me dëgju muzikë rap, hip-hop, ju më rrit me muzikë hip-hop, edhe kom shkru për vetë në fillem, tani kanë ardhë këngëtar në studio, edhe kitë spontanisht, ma kanë dëgju na i kongë temën edhe hej, po kam qef mu më ma bote një kongë, qështu krejt kanë do. Kështu filloj, po, kështu filloj. Deri tani ke shkruar rreth 80 tekste këngësh. 80 e ma shumë janë që janë të publikume. Që i bjenë më shumë, tamam një liber, ta quajmë poezish apo këngësh. Cili për këtyre ka një domethënie të veçantë për ty, edhe pse? Unë domethënë për se cilin projekt ose se cilin kongë, mununa me jep njëjtën maksimumin, nuk më imi ndo, pavarësisht edhe zhandrit cilë është, po që ka pas një sukses ma të madh u konë konga e Besa Kogdhimës, një këngëtare e Shqipnisë që tani ka marrë pjesë edhe në Eurovision, dhe më tonë e ka përfasu Shqipërinë. Ku e merr zakonisht frymëzimin? Nga përvojat personale, nga historitë e njerëzve, apo imagjinata? Unë menoj që shkaku kryesor është imagjinata, po normal që duhet edhe me marrë material, me lexu, filmat kanë shumë dikem, edhe unë dëgjoj muzikë shumë, edhe dëgjoj gati krejt zhandret i dëgjoj. A gati të gjitha zhandret? Po, jam kështu tip kurioz, këshyri... Për hip-hop, R&B edhe rap të generatës i ke, je rritë në atë frymë, kështu. Po, rock ke dëgjuar? Po, edhe rock, këm pos grupet preferume. Në që vjen prej një veni ku është kultivu edhe folklore, një folklore jashtëzakonshëm, folklore dëgjon? I ke dëgjuar? Po të thëmë gati, do më thonë nuk më i mendo zhandrët, si të është kongë e mirë, kongë e bukur, nuk ka lidhe çfarë zhandri është. Si zhvillohet procesi krijues te ti, i një këngë?
Apo e shkruani tekst në bazë të frymëzimit të imagjinatës a kështu dhe pastaj e mendon kuj do t'i përshtatej apo Ma shumë do të mënyrë spontane, për shembull dal jem të shku në fakultet, nashta që s'ka të bëj kur gjë me muzikë. Më vjen ja 2-3 fjalë, 2-3 rreshta i shkruaj në telefon, e loq aty mas një javë ju rikthena. Edhe çështo vazhdon, domethënë shumicën e rasteve është krejt spontanisht. Nuk e pres, veç më vjen çashtu, kanë herë ndodhur të shkoj në studio me qëllim për caktuar për me bëni këngë, po ideat më të mira janë çto kur të vinë vet kështu. Kursi të menduesh. Sigurisht muza, ndizet muza vet. Është shumë interesant, është. Po në shumicën e rasteve kam një tmet, jo shumicën e rasteve, po kam shumë raste që nuk i shkruaj. Çto kanë herë pritoj për shembull, ose natën para se me flajn vjen një ide e nuk e shkruaj tani harroj kur çon nesër. E harron, po pse si dikton telefonit, po kanë herë çashtë kanë herë po bëhet të qysh shumë atën, po du të me lam vetën edhe të lirë. Ideja ka qenë... Po. Nuk është... Nuk e di që është e kryus tjerë, po të unë do të s'kja. Sa i rëndësishëm është njohja e një këngëtari për bashkëpunim me të? Po. Menoj që është shumë, se paka shumë edhe ja kupton botën edhe edhe din paka shumë cili zhondër i shkon, edhe gjithë është ma mirë, bilet pakten një 2-3 takime mi pas me qatë këngëtari, cili përdon me bo një këngë prej meje, që me ditë paka shumë çfarë ideja ka dhe më nuna mja kuptu kështu botën si person që ka. Nga përvoja se tani janë bërë shumë tekste dhe të kërkojnë vetë artistët, këngëtarët sigurisht. Ka raste, po. Edhe kur të kërkojnë, pastaj tek aty fillon me mendu, apo mund t'i thua, apo ke diçka të krijuar i thua, kam bashkë për ty këtë. Po ndodh kanë herë, për shembull një këngë që bu para 7-8 muaje, edhe vjen dikush dhe tha, ma, ç'kjo ka për këto, ose krijohet në sajve që ka një ide, më mundet edhe masanej, ka shumë forma, po shumicën e rastave unë i propozoj ma shumë. Me kë ke bashkëpunu më shumë? Me këta të muzikës hip-hop, R&B, rap, apo me të muzikës popullore, apo... Për shembull tash si Frek që ka ndalë projekte, ka qenë një këngë e shkurtë e Gashit, që një balad që ja kom bo, ka qenë edhe një këngë shkurt e Fejzës me 2 vajzat e saj që e ka bo, këto janë 2 projekte të fundit. Teksti juaj? Po. Shumë këngëtar. Edhe me këngëtarët të Shqipnisë, edhe me andej na pëlqejnë shumë, edhe vinë këtu, po saqërisht, edhe normal më bëhet zemra mal kur vinë pe Shqipnije këtu për me bo këngë të na, do më thonë kam qef shumë. A ju ka ndodhur ndonjëherë që ta shkruani një tekst që fillimisht juve, ju ka dukë që ka ndonjë potencë, ndonjë, e më pas është bërë një hit i madh dhe të ka befasu? Ma shumë ndodhë të tjerë të grupi, që thojnë lebe se s'bën kjade, tani ata befasun, se unë gjithmonë dyqysh jam pro ideave, gjithmonë. E keni parandjenë që kjo do t'jetë hit i mundshëm? Menoj që nëse për shembull kur të bën një këngë, një krijem, çfarë do qoftë, nëse mas nesër ta lyp prap truni për me ngu, ki qef prap thu që ato që ajo po m'pëlqen, është një farë teorie, po nuk besoj që ka një matë që mundet me ditë që la mundet më bëhe. Kisha pyetjen, a bën do një matje, apo në realitet këto ja lën imagjinatës, krijimtarisë, pastaj hecim e punojmë? Shumicën edhe të artistave tjerë që i kom vetë, për shembull që kanë kriju hite, ma kanë bërë që çashtë çysh të m'vjen. Edhe menoj që ajo është më e mira. Çysh të vjen ty që ato momente, intuita, çysh të kap. Sipas teje, çfarë do të ketë një tekst, një këngë, që ta prek publikun edhe ti rezistoj kohës? Po zakonisht tema e dashurisë është gjithmonë universale, do të thonë prej na prek këtu. Prej filozofëve të parë kanë shkruar për dashnie, zakonisht ajo është kryesore, apo ka normal edhe tema tjera, po mas shumti është çaj emocioni më i fuqishëm është dashnia, që mundet me rezistu. Po tema tjera prej kështu me dëshirë? Unë shkruaj gjithçka. Menoj që të shkrim, për shembull kam shkruar edhe një poezi, e kam pas kundër abortit diçka që e patëm pëlqyeshëm në rrjetet sociale. Domethënë nuk e kufizoj veten ato që domethënë shkruan edhe poezi. Po, edhe poezi kanë ardhur. Po. Te tregimi e fut ndonjëherë, te eseja, eseja normal edhe në fakultet, edhe tregime ku më shkru mamoti, mi kam botu për shembull në për gazeta, në Ismail Qemali në shkollë, po jo, tani nuk kom vazhdu, kështu ndër e kam edhe një libër me pas patjetër, po nuk ka që ja kom nisë se që kom enu, veç
nëse ndodh na herë besoj në formë Po në prozës. projektet e mendjes është. Po është një libër gjithmonë kom pas që me pas kështu. Na qove vetë te fakulteti, po pse i zgjodhe shkencat sociologjike kur kishe prirje më shumë për letërsi, për krimtari, për... Pyetje shumë e vend, se di unë jam regjistru në filozofi edhe në juridik, jam konë njëkohësisht, kum vazhdu veç filozofi, tani kur e kum përfundu në 4 hekë sociologjia ma shumë, edhe me që edhe lidhet me qëtë punën tam, me së të dy shoqërinë, ka shpirt, ka... Ka shumë edhe ajo ka ndiku shumë me nëjtë e une, edhe tani më dalë të qëtu. Po unë e kom përshamë në familje, vlova e ka kry letërsin, është magjistër i letërsis, po unë e jo. Diskutoni për poezi tuaj, po, për këngët tuaj ndonjëherë? Po, ai ma shumë është ka kritika letrare kështu, ka poezia ma kështu shkrujone, gjithmonë këm shkru. Ti e akcepton, thot, i pëlqejnë? Po, sidomos në fillim gjithmonë. Mundohet me të korrigju, të thot bëje kështu, bëje ashtu, se tashi në fund fundit mjeshtri është ai. Po, në kështu te arte jam pak qashtë që është ma mërmenja... Angull kam? Ngulli kam. Lejon ndryshimin e teksteve prej këngëtarve që zakonisht i ndryshojmë. Unë flasë nga përvoja ime. Po, ja është normale, është shumë normale nëse diçka është... E pranon në kuadrë të bashkëpunimit. Po, mundet me ndodhë. Po, edhe nëse mundet me ndodhë edhe prej këngëtarit me arë një ide, diçka që nashta mu hisë më pëlqen edhe në mësë me pranu tani, varet edhe ashtu ka ndodhë në herë. A ka ndodhë mësë me pranu? Që me tani qaja që shë kom një sonadën, se më do këtë që prishet krejt ajo. Që po ta prishet. Po prishet. Si erdhi mundësia për të bërë pjesë e projektit të Besa Kokdhimës në vitin kur ajo u kualifikua për Eurovision? Besën e një moti, edhe më taku me të, edhe është një artiste shumë e mirë, edhe ka pas kongë shumë të mira, edhe Besës ja kom bo 8 kongë, i ka dhe një 2 kongë treja që si ka publiku alo, njëna është në gjuhën angleze, se edhe ajo ka provu edhe në tregun, ka bo dhe kongë frangësht. Do më thone një shumëti, edhe kemi pas të një raport që edhe qëfar stili, qëfar zhondri me bo ajo, edhe gjithmonë nuk kanë pro, do më thonë, thashë, po, Shqipëris nga vlerësojnë edhe punën e akcentit, na që shkrujnë fjallët, për shamëll, jo krejt gramatik me kanë, edhe ju pëlqen shumë arti jonë, edhe do më thonë, e kena bo kongën, ka apliku edhe unë jëmë befasu kur... Ti u bërë pjesë e këngës, do më thonë, ka pjesë nga teksti i këngës, ku ti ndihmoje me konceptu, para se të fitoj në Shqipëri. Po. Do më thonë, ti qysh në Shqipëri ishe pjesë e ekipit veç. Po. Do më thonë, kër e kum pa që, është pjesë marse, kër e kum pa që ka fitu atër mu ka bo shumë qefi, do më thonë. Isha aty kur fitoj ajo? Jo, në Shqipëri, nuk shkove? Jo, nuk jem kom prezent, jo, veç dhe më thonë, kër e kum pa lajmin që aja ka me përfaqësu edhe jam pjesë marës në atë kongë, normal që mu ka bo qefi. Po pas taj në Eurovision shkove me te? Me ekipin, jo? Jo, në qato ko jem konë në Gjermani disa muj për studime. Për studime tuaja? Po, sociologjisë. Po kontaktin e mbaje, sigurisht? Po, pa tjetër. Edhe sukseset i për cilje, i festoje bashkë me ata? Po, ju kalëzesh edhe studentave atje që e këshushin Eurovisionin, sa ty ka pos prej nacionaliteteve ndryshme edhe ma bëshën e pas kem këtë një tek shkruz në mesin tonë, u konë shumë eksperiencë interesant. Unë e kum përjetu shumë mirë, edhe lajmet, po, tepër. Kush ka falenderoj më shumë, Besa juve apo ju Besën? Valla, pa aja është iniciatorja, se aja pjanis punës e para edhe po 2 palët, normal. Tani ka vazhdu bashkëpunime me të edhe ma sasoj kongë, po e kemi një raport shumë ngusht me thonë. Petrit, ju jeni shumë i ri, po ta them një përvoj të bukur me babajnë e saj, Koqo Kokdhimën. Gjatë luftës, Koqo Kokdhima ka punësuar, mos me thonë gjdo gazetar që ka taku në Tiranë, edhe ose kompozitor, ose njeri që ka mujtë me punë, ka pas një Radio Plus, jo në i gjatë madhe, por aje ka batë vetën, dhe më thonë, përveç pritjes Kosovarve, të themi, shqiptarve që na u dhe të shpërngulleshim me dhunë, aje edhe i ka punësu gjatë aty në 2-3 mujve sa ka zgjatë ajo, dhe më thonë, ka qenë shumë i kujdesshëm, edhe është një gjë që duhet të trokasim bab e bi. Ndjen shumë një që po e dëgjoj këto, po më prapë të thëmë edhe më pëlqen kjo bashkëpunimi Kosovë-Shqipëri, jam shumë pro qësaj me pas bashkëpunim.
Pa bashkim nuk ka fuqi, pa Kosovë nuk ka Shqipëri, pa Shqipëri Kosovë nuk ka, bashkë të dyja bëjnë kala. Shumë e vërtet, E kam një këngë që e kam kënduar në vitin 1990, e ka recituar Sabri Feyzullahu, artisti ynë i madh, dhe teksti është Moj Kosovë, zemra e Shqipnisë, djep e varë i Shqiptarisë. Dhe është këngë shumë e bukur, do t'a rikthej së shpejti, do t'a rinqizoj, do t'a bëj, dhe këtu jemi në vijë bashkë. Në realitet, pa bashkim nuk ka fuqi, dhe pa Kosovë s'ka Shqipëri. Tash, të lënguara i kemi Luginin e Preshevës dhe mbi gjitha qamërinë e kështu, po janë çështje të atyre tjerë, mund të jenë të poetëve dhe të krijuesve, nuk diskutohet. Krijuesit janë paraprirës të ngjarjeve më të mëdha historike në tërë historinë e njerëzimit. Artistet ju kanë parapri ngjarjeve të mëdha që edhe botën e kanë ndryshuar për të mirë, flasim për. Cilat janë synimet tua të ardhshme? Normal. Na jemi të punu, jemi në studio, gati çdo ditë bëjmë këngë të reja, ideja të reja. Në studio, në cilën studio kemi fjalë? Jam bashkë me një shok, është on set music theater studioja. On set music? On set music, po. Që kam njaj shoku? Blerim, jam bashkë me një shok edhe punojmë ideja Blerim të reja. kushi? Blerim Halile, që e përshëndes, edhe të ardhë. Edhe jemi bashkë, po, dhe më thonë, në qatë studio ma shumë, po, ku më bashkëpunu edhe me studio tjera, më ka ra me pas bashkëpunimet shumë ta. Ti mosh me bashkëpunu edhe me dikon Meksike, po. Në Kolumbie. Për te i kufive halove, që kështu, kënena po. Po në realitet, kjo ka nga me Besa Kokdhimen i ka kalu kufit. Po, në atë aspekt, po, për Eurovision, po. Edhe pse këngë tona dëgjohen edhe për te në kuptimin për te kufive tonë, do më thonë, këngë që i bojmë, marrin klikime, marrin... Kemi pas shumë sukses në edhe t'jujat edhe kjo është mirë që artistët tanë në botën e muzikës komerciale, se në botën e muzikës artistike ma kemi kogja evidente, do më thënë ishe emra të muzikës klasike që bojnë nomin, dhe kjo është shumë mirë, Ram Lahaj, Besa Lugici, Elbenita Kajtazi, inshallah ka, se harroj edhe një tjetër, po gjitha ta emra që na bojnë krenar, por në botën e muzikës hip-hop, rap, vërtet jemi më të mirët, jo veç Ballkan, kogja kishim me konkuru. Problemi është që jemi veni vogël, s'po muj me shtru ndikimin maksimalisht atje ku duhet. Ishte kënaqësi që të kisha musafir. Na ke thënë gjërat bukura dhe mbi gjitha prej këtu, njerëzit edhe kanë pa kush është Petrit Sefaj, se një numër i madh artistësh janë prapa kuintave, prapa perdeve, nuk i shohim, janë ata krijues që në realitet e bojnë krejt brumin që na pastaj e lançojmë dhe do më thonë, i pas kemi 2 këngët më të reja që në realitet kanë tingluar hitë të mëdha, edhe Shkurta me 2 qikat, edhe ishte... Shkurte Gashi, edhe këngë tjera që kanë me dojnë në vazhdimësi. Edhe këngë të tjera në vazhdimësi. Edhe unë të falimderoj shumë për ftesën, edhe po du edhe në ty me të komplimentu emocional me këtë emision, se i bashkan shqiptarët ku dhe që janë. Faleminderit. Edhe jam shumë i privilegjum që isha pjesë e emisionet. Unë do doja që përshëndetjen tonë të mbyllim me këngën e Besa Kokdhimës të kënduar në Eurovision. Si e ka pas titullin? Zemrën Ndorë. Zemrën Ndorë? Po. Zemrën Ndorë? Ndorë. Më shumë gegi, kështu se sa... Po. Ta janë rëni toske poshtë. Po, në thash për akcent. Edhe Zemrën Ndorë. Dhe besoj që nuk do të na shohin për të madhe, po do të ndihen edhe ata të lumtur, sepse njërin nga bashkautorët edhe kreatorët e kësaj këngë e kemi këtu, edhe që e çmojmë si rezultat edhe i punës së tij, e që ky është Petrit Sefaj. Ishte kënaqësi Petrit. Faleminderit shumë. E ndjekim Besa Kokdhimën, ndërsa ti të falenderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë.
Realisht, sonte ishte kjo e tëra, sigurisht për parë javën tjetër, me këtë diçka ndryshe. Plani mirë, ndoni bukur e zgjohuni në pasë. Natën e mirë, miru pasë në javës tjetër.